ke gjetur dy personazhe shumë simpatik, ti e di që unë e njoh të dy, se jam pas student, nuk bëj dot tifozlik për asnjërin, kështu vetëm se mund të më uroj suksese. Po jam e sigurt që do t'ja dalin asaj që ti po kërkon. Më pëlqen shumë në fakt se edhe ata të dy vetë me njëri tjetrin janë shumë miq dhe kimia kanë shumë të fortë mes njëri tjetrit, kështu që kjo përthet pastaj në fund fare tamam spektakël. Po krye kapitenja e ti. Super. Po, do me thënë, ata të dy mundohen ta mbajnë mirë me mua. Pyetje. Edhe kjo pyetja më vjen tani pikërisht nga pyetjet që po të bënte Ema dhe çfarë po flisim. Unë të njoh ty jemi bashkë që fëmijë. Jemi në të njëjtën periudhë, unë ti Ema. Po. Po që kemi që të vogla. Hajde Rozi, unë nuk e dija. Merë këtë kapuqinon me vete ta pim. Do me thënë, nga që Bora ishte në formë edhe s'desha me ja ndërpre gjithë oratorin me cilën po ndante dhe entuziazmi po ndante projektin e ri, po doja me nda me publikun që ju të dyjave, jo njoh që të vogla në rrugtimet e parë, fillesat e televizionit, dhe për të ori nuk kam çfarë them se nuk është dita jote sot. Po për Borën e mbaj mend një vajzë që hidhej në det të provonte gjithçka në raport me televizionin dhe punonte shumë. Dhe me sa duket, kush punon shumë dhe do atë që bën ja del, si që ka dalë Bora. Dhe pyetja ime ishte për këtë. Kam shumë kënaqësi që Bora sot ja ka dalë, edhe shpesh, po si zonjë shpesh e trajtojnë si që meriton si një diva televizive vërtet. Faleminderit shumë, vërtet shumë vërtet nga ty. Nuk e di sa qokat kena bës sot. Emisionet dhe po vjen shumë në ciklesh. Mendo ku do na i kthej. Vetë mendoj si panel. Llokume Një sekondë, s'kam bërë pyetje. Ori më fal. Hapi klap, mbylli klap, e ma vazhdo të pyetja. Më fal, ja vetes të drejt prej. Ja, absolutisht, po ka qenë një periudhë shumë e bukur edhe ja ku jemi akoma shoqe, jemi kolegë, kemi vijuar të ne kemi patur edhe kështu gjëra të përbashkëta me njëra tjetrën. Për shembull, ja të kujtoj një nga e shkuara ime dhe Orit. Ori mori një emision për fëmijë për të drejtuar para shumë vitesh në një televizion tjetër. E prezantoi për pak kohë atë emisionin dhe pastaj ma propozuan mua, iku Ori nga televizioni. Ndërkohë që ma propozuan mua, unë merja drejtuesit në telefon dhe i thoja unë nuk e zëvendësoj Orin, Ori duhet vi aty patjetër. Pastaj merja Ori në telefon, po, merja Orin. Ori unë nuk e bëj as audicionin se ti duhet kthesh. Ori më thoshte se duhet ti më shko bëj audicionin me emisionin. Dhe thën kjo pyetja ishte, a të ka ndodhur ndonjëherë? Po, okay, po Bora si ishte të përputhen, pastaj nisa unë ka unë shërbimi emisioneve po të për cilën sapo e përmendë meriton, unë s'para kërkoj duar trokitje. Po meriton të përshëndetet e duar trokitjet sepse është një etik tani më e munguar midis e munguar në fakt ndodh. Dhe këtu e kisha hallin, atë ka ndodhur ndonjëherë që ti mos të gjendesh në kimi apo mirë në studio apo në punë, ke patur situata që i ndasin, sidomos me ata që ndan studiot, që ke qenë në gërç. Edhe ka ndodhur, patjetër, me kolegët jo gjithmonë, mos të bëjmë sikur gjithmonë shkohet në mënyrë të mrekullueshme edhe merren vesh të gjithë me njëri tjetrin gjatë gjithë kohës, po mendoj që ekrani është i shenjtë, edhe në ekran nuk duhet të tregohet as edhe një lloj shenje, një konflikti personal apo qoftë edhe profesional që ka ndodhur pas kuintave. Duhet të jesh gjithmonë e buzëqeshur aty përpara publikut, nuk i intereson fare çfarë probleme kemi ne me njëri tjetrin, absolutisht fare, për sa kohë sakrifikojmë edhe kur jemi smur vetë dhe do dalim të qeshim, edhe kemi 100 gjëra që na kanë ndodhur në jetën personale dhe dalim qeshin, si mund ta tregojmë me kolegun pastaj në ekran. Ora, një pyetje që e bëjnë të gjithë shqiptarët, sa fustana e ke ndruar te promo? Te piramida? Te promo, jo. Shikoj, edhe unë kam luajtur vetëm atë promo, mua më kanë dalë 80 veshja në total. Mund t'jem pak më shumë se kaj, se ka dhe të përsëritura, janë diku te 30 fustane, një gjë e tillë. 30 fustane. Që ka për pyetje te piramida. Sa përfundove për shqiptarët, Bora, ke diçka për të thënë? Një spektakël për shqiptarët. Aty ishte aty 9 veshje, kam pak 9 veshje. E kam më ishte një figurë, domethënë u shfaqe në një imazh pak më serioz, pavarësisht shumë bukur, elegante, por është komentuar shumë veshja tek për shqiptarët. Ku je më rehat, te për shqiptarët apo te piramida, Bora? Janë komplet të kundërta nga njëra tjetra, po mendoj që ky kombinimi të dyjave më kënaq pafund pastaj se them politikisht korrekte. Po prit njerëz se kam kaq puntata që janë prekur shumë. Kam vuajtur shumë aty me çdo histori që është treguar, tani ikë te piramida dhe mezi po pres të kënaqem të qesh. Okej, ne do kalojmë publicitet, ti nuk do largohesh se çka kemi për të pyetur ne sonte. Rudi. Publicitet se jam rrem.